Kosova nuk do duhej politikanët tanë, gjithashtu garnitura politike, nuk do duhej këtë luks të shfryrjes kapritjeve tyre personale liderëve politik, qofshin ata në pozitë apo në opozitë, sepse vendi nuk pret rrethonat, proceset, ngjarjet madhore që janë duke zhvilluar në regione më gjërë, kërkojnë unë mendoj që ata nuk janë të përgjegjshëm sa duhet ta njerëzit në politikën, qofshin ata në opozitë, qofshin këta në pozitë, sepse nuk do duhet kemi këtë luks të shtyhemi me polemika, me hudhje të fajt prej pozitës te opozita dhe ana sjelltas, po do duhet një konsenzus politik mbi interesat partijake, mbi interesat klanore dhe ato individuale të liderëve tanë politik, që të vijej Kosova e para e më pastaj çështje tjera, përkatësisht interesat partijake. Është më mirë njohur dhe botërisht e njohur që partitë politike funksionojnë duke hyrë në garë për të marrë pushtetin. Por në rast konkret duhet të ruhet shteti, qëndësia shtetërore, qëndësia nacionale, përballë sfidave të jashtëzakonshme e sidomos ngjarjeve të fundit, 2-3 muaj të fundit, veçanërisht për lindjen e mesme dhe zhvillimet pa parashikuara atje, të cilat pamendyshme që interferojnë në rrjetat politike, në rrjetat e sigurisë, përkatësisht procese shumë të ndryshme. Prandaj Kosova do duhet të jetë e kompletuar plotësisht në aspektin institucional dhe të ketë një dakordim me aspektin politik për të mbrojtur interesat madhore për nacionale përballë këtyre sfidimeve të cilat janë edhe të parashikuara. Po, Gojnovci. Tani jemi në ditët e fundit, janë edhe 4 ditë deri në afatin final për zgjedhjen e presidentit. Deri tek e marta. Deri te martja dhe unë dorën zemër nuk kam shumë shpresë, pothuajse janë konsumuar të gjitha mundësitë reale. Ndoshta është një mundësi të cila kohët ditëve të fundit sot do dje poshtë për disa media